Kampionati në ligën e parë të futbollit vendor përfundon të shtunën me ndeshjet e Xhiros së 33. Sa i përket epilogut të këtij kampionati, çdo gjë u bë e ditur javën e kaluar, kur ekipi i Shkëndijës me fitoren kundër Rabotničkit siguroi titullin kampion, ndërsa dihet se në pozitën e dytë dhe të tretë janë të sigurt Sileksi dhe Rabotnički. Me largimin e ekipeve Voska Sport dhe Gostivarit, nga garimi dilema e vetme në xhiron e fundit është se cila skuadër do të luan në balotazh për të mbetur në elit. Dy ekipet që në javën e fundit do të mundohen të ikin barazhit janë AP Brera, e cila aktualisht ka 31 pikë, dhe klubi i futbollit Besa e Dobërdollit me 30 pikë. AP Brera të shtunën përballet me Rabotničkin në Strumic, ndërsa Besa është mysafire e Pelisterit në Manastir. Pra çdo gjë do të mësohet nga epilogu i këtyre dy sfidave, në Strumic dhe Manastir. Klubi i futbollit Besa, pavarësisht situatës, është duke punuar që të del fitues në Manastir, por edhe eventualisht për ndeshjen e barazhit. Këtë e pohoi kapiteni Armend Alimi. Normal është ndeshja e fundit e kampionatit, është ndeshje e rëndësishme për ne. Ne shkojmë për të fituar dhe për të marrë 3 pikët e fundit. Shpresojmë që të jenë të mjaftueshme për të mbetur direkt në ligë, nëse jo, atë na pret ndeshja e barazhit dhe të jemi sa më të përgatitur dhe motivuar maksimalisht. Në xhiron e fundit të shtunën me fillim në ora 17 në javën e 33 dhe të fundit të kampionatit takohen Shkëndija Sileksi, AP Brera Rabotnički, Pelisteri Besa dhe Tikfeshi Struga.